Imagjinoni një qytet që refuzoi të vdiste për me shume se një gjevgjet. Një metropol me arë. Mermer dhe muret e padepertueshme që kendronin të larta ndersa pjesat qetere botes gjitej në kausin e mesjetes. Kjo nuk është vetëm historia e një krije qyteti. Është kronika e perandorise me të kendrueshme të njerëzimit, Bizantit, Romes së fundit. E gjitha filon në vitin 394 pas Krishtit. Perandori Konstantini i Madh e kupton se zemra e vjetër e Romes është e lodhur. Kendra e gravitetit të botës është zvendosur drejt lindjes. Prandaj, ai vendos të themelojë një qytet në vendin e kolonise se lashte greke të Bizantit. Por nuk do të ishte thjesht një qytet i çfarëdoshem. Do të ishte Roma e re, i vendosur strategjikisht në ngushtisjen e Bosforit. Ky qytet lidhte di kontinente Evropen, di Azine, di dete, detin e zide mesdeun. Pelkeni, abonohuni dhe shpërndagjeni. Le te filloqme, Konstantini nuk kursu as një shpenzim. Ai solistatu nga Grekia, mermer nga Egjipti dhe mengjet me te ndriturat e kohes. Në maj të vitit 330 pas Krishtit, qyteti u perurua zyrtarisht si Konstantinopoje. Ajo ke shume nuk edinin ishte se, ndersa Roma originale do të vinte para pushtimeve barbare në vitin 473 pas Krishtit. Ki krija qyteti rido të mbante gjale flaken e qyteterimit romak për dëgjete, shekuj shteqere. Por pse e kuashme kete periudhe, perandoria bizantine nese ata e kuanin veten romake. Shtengje etikete historike e me vonshme, por në ate kohe, nese do të pjeshen gje banor të Konstantinopojes se kush ishin, ata do të përgjigjeshin me krenari se ishin romake. Dallimi ishte se ata flisnin grekisht dhe besimi i tyre ishte telesisht i krishtere. Më mbigjete sa e këti i biloku lindor të perandorise ishte një mrekulli inxinjerie dhe politike. Ndersa fiset germanike plackitnin provincat perendimore, perandoret lindore persosnin mbrojtjen e tyre. Perandori Teodosi Taguman ndertoi muret me të frikshme të antikitetit, muret teodosiane. Ato ishin një linje e trefishte mbrojtjeje me hendeke dhe kula vrojtimi kë e benin Konstantinopojan një fortese të patjeshme. Per një migje vjet, që do ushtrikoj per pikesh të merte qytetin nga toka perfundonte duke u perplasur me ato mure pregjgurit e tule. Struktura shokerore ishte komplekse. Në kender të saq ishte perandori, i konsideruar si zevendesi i zotit në toke. Ai nuk ishte vetëm një udhëheqës ushtarak, por edhe një figure e shenjta. Megjithatë, Froni nuk trashëgohej gjithmonë me gjak. Në Bizant, që do ngjeri me ambisje të mjaftueshme, kofte general, fshatara po edhe bari derrash. Mund të behej perandor nëse kishte mbështetjen e ushtrisë dhe të popullit. Kjo lëvizshmëri shokerore gjeneroi një politike të brendshme të gjale. Plot intriga, tradhti dhe komplote pallatike do të benin që do serial fiktiv të edukej si logje e femigjesh. Ekonomia ishte motori që i dha energji këtij giganti. Konstantinopoja ishte pika fundore e rrugës së mendafshit. Erizat nga India, mendafshi nga Kina, gezofet nga veriu dhe skaleverit nga Afrika kalonin të gjitha në për tregjet e saj. Solidus. Monedha e arte bizantine ishte dollari i mesjetes, një monedhe ak e kendrueshme sa ke pranohej nga i shulqt britanike deri në kufiqte e Kines. Kjo rjedhe e vazhdueshme pasurje i legjoj perandorise të mbante një ushtri profesionale dhe një burokrasi efikase. Diçka që pjesat qetere Evropes nuk do të shite për shekuj me radhe. Besimi i krishtere ishte thelbi i perandorise bizantine. Duke bashkuar etni të ndryshme, diskutimet intensive teologjike frymezuan artel artesuar, si që ishin ikonat e mozaiket. Në mesin e shekullitik 6 perandoria arriti kulmin e sajnen Justinianin, i pari dhe gruaja e tajgj. Ambitia e tajgj ishte rekuperacio imperi, të ripushtonte perendimin dhe te bashkonte mesdeun nën romen. Por, per para se Justiniani te mund të shihte nga gjashta, ati gjiu deshti mbigjetonte terbimit të popullit të ti. Në vitin 532 një revolte në hipodrom, e njohur si revolta e Nikes, pothuajse e fshiu Konstantinopojen nga harta. Të ngopur me taksat dhe autokracine, një rezit bertiten Nika, kë do të thote fitore, ndersa i vune flaken qytetit. Justiniani ishte në prag të arratishjes, por ishte gruaja e tij, perandoresha Theodora, ajo ke e ndaloi me nje frazeke kahire në histori, Vijolka është nje ke fin i bukur. Ajo do të preferonte të vdiste si perandoreshe, sesa të jetonte si një e arratisur. Kjo vendosmeri e shpeto i Fronin të i leshoj Justinianit të fillon të rindertimin me ambisios në histori. Nga hiri i revoltes u ngrit sheva hiri i kurores, Hagia Sophia, ose Hagia Sophia. Një mrekulli arkitekturore me një kupole akte madhe sa duke i sikur fluturonte në agjer, duke sfiduar ligjet e fizikes së kohes.
Kur Justiniani hiri për herët e parën e te, ai thirri: Solomon, te kam mundur. Ky ishte momenti kur Bizanti konsolidoi pozicionin e tij si fuki hegemonike. Me njërin kembe neutralitetin romake dhe tjetrin në spiritualitetin lindor. Perandoria ishte gati të kërkonte trashëgimin e saj. Por, ndërsa ushtrita bizantin marshuan në Itali dhe Afrike për të rivendosur lavdina e Romes, ngjemori kërcënimesh të padukshme dhe armiksh të rinj po zgjoheshin në hijet e historise, gati për të vënë në prove këndrueshmërine e Romes sere. Pasi imbigjetua flakeve të kriengritjes senikes, Justiniani i jo vetëm që rindertua qytetin, por nisi edhe rindertimin e botes romake. Kjo periudhe, shekulli i 6 pas Krishtit, përfakeson kulmin e ambisjes bizantine. Justiniani ishte njëri që nuk flinte kurre, një punetor i palodhur që besonte fukimisht se misioni i tij hyjnor ishte të rivendoste integritetin e perandorise se lashte romake. Në krah të tij, perandoresha Theodora nuk ishte thjesht një ndihmese. Ajo ishte partnerja e tij në pushtet. Një grua me mprehtesi të mprehte politike që ndihmoi në miratimin e ligjeve dhe ruajtjen e stabilitetit gjatë koherave me të erreta. Projekti ambicioz i Justinianit ishte të ripushtonte perendimin. Generali Taj i shkelkyer, Belisarius, arriti të pamunduren, me një ushtri të vogël por profesionale. Ai shkaterroi mbretërinë vandale në Afriken e Veriut, duke rimarrë Kartagenen. Pastaj ai i avuri sirin italise, gjepit të Romes, këne atë kohë kontrollohej nga Ostrogotet. Lufta në Itali ishte e gjatë dhe brutale. Per vite me radhe, gadishulli dashmoj rrethime dhe betejgja të ashpra pafund. Roma, krije qyteti i lashtë, nderrui duar disa here, pavarësisht vështirësive dhe mungesës se furnizimeve të vazhdueshme nga Konstantinopolia. Belisariusi arriti të hinte në qytetin e përgjithshëm. Ishte një moment me simbolike të thelle. Perandoria romake lindore ishte kthyer në shtepi. Pak me vonë, trupat bizantine arriten magje të rimarrin Hispaninë jugore, Spanjen e sotme, duke i rikthyer detit mes dhe titullin e tij të lashte Mare Nostrum ose detijine. Harta u njollos për serimet e kuken romake nga fillimin e fund. Megjithatë, mbajtja e kësaj perandorie të gjerë erdhi me një kostote të mërshme njerëzore dhe ekonomike. Ndërsa ushtritë luftonin në vigjen e frontit, Justiniani punoi në krye qytet për vepren, e t'ish tjetër të madhe, Corpus Juris Civilis. Perandori urdhëroi përpilimin, skarimin dhe organizimin e shekuqve të ligjeve romake konfuze në një kod të vetëm ligjor. Kiko drejtësie ishte parishim trashëgimia e rëndësishme e Bizantit për njerëzimin. Pasi formon bazen e shumices se sistemeve moderne ligjore në botën perëndimore. Por fatikisht të rezervuar një goditje shkateruese koja sperandorime i fukishem nuk mundi të ndalonte. Në vitin 541 u shfaq Murtaxha. E njohur nga historianet si Murtaxha e Justinianit, kjo pandemi bubonike e Murtaxhes ishte ngjenga me vdekjeprurëset në histori. Vleresohet se në kulmin e saj, 10 havidara njerëz vdisnin që do ditëve tem në Konstantinopoje. Varezat u mbushen me ugje, aktiviteti tregtar u ndal dhe vete Justiniani pothuajse ju nënshtrua se mungjes. Murtaxha shkaterroi popullsinë e perandorise. Ulite ardhurat nga taksat dhe la ushtrine pa rekrutete mjaftueshëm për të mbrojtur kufiqte e sapo pushtuar. Pavarësisht Murtaxhes, ndërtimi i monumenteve nuk u ndal. Shën Sofia, kisha që përmendem me pare, u be epikendra e krishterimit ortodoks. Muret e saj ishin të mbuluara me mozaike ari dhe kupola e saj, me diameter 31 metra. Ishte një mrekulli inxinierike. Ambasadoret e Huaj që vizitonin qytetin ishin akta impresionuar nga bukuria dhe pasuria e Konstantinopolis sakethane. Zoti duhet të banogje atje personalisht. Qyteti ishte një fener drite në një bote që po erresohej. Perandoria bizantine përbalej me presion të vazhdueshëm në kufiqta e saj. Në lindje, perandoria sasanide e persise ishte një rivale e përgjithshme, me luftera raskapitese që i raskapitnin të digja palet. Në veri, Salavet dhe Avaret po benin presion mbi Danubin. Justiniani përdori rishfetin dhe diplomasinë për të mbajtur këtë armik larg, duke krijuar një sistem kompleks aliankash të njohur si Commonwealthi Bizantin. Pas vdekjes së Justinianit në vitin 565, perandoria u raskapit. Ajo kishte rimarrë pjesën me të madhe të territorit të saj, por me një çmim që pothuajse e falimentoi. Pasardhësit e Justinianit trashëguan një territor të gjerë, por të vështire për të keverisur dhe mbrojtur. Italia e fituar me vështirësi filloi të binte gradualisht, në duart e Lombardeve dhe provincat lindore vazhduan të ngacmoheshin nga Persia. Kështu arrijmen e shekullin e 7, ngjenga periudat me kritike.
Perandori Herakli mori pushtetin në një moment desperimite plote. Persianet kishin pushtuar Jerusalemin, duke sekuestruar reliken e krykit të vertete, dhe ishin në portat e Konstantinopolis. Herakliu, në një akt guksimi të desperuar, premtoi Tesarin e kishes për të finankuar një kundërsulm përfundimtar. Në një seri fushatash të shkelkjera, ai I adolitem poshte persianet në token e tyre dhe të rimer të krykin e vertete. Duket se Bizanti kishte triumfuar për seri kunder, tek gjitha parashikimeve. Me gjithate, festimi zgjati pak. Si Bizanti ashtu edhe Persia ishin akte do besuara nga dekadat e tëra luftrash të vazhdueshme sa ke nuk ishin të përgatitura, per atë ke po vinte nga shkretetirat arabe. Nje force e re, e bashkuar nga nje besimi ri, islami, po shfakej me energjit e pandalshme. Brenda pak vitesh, ushtrite arabe du të pushtonin provincat me të pasurat e Bizantit, Sirine, Palestinen dhe Egyptin. Perandoria, e silanen Justinianin kishte enderruar dominimin boteror. Tani luftonte thjesht për të shmangur zdukjen nga fakja e dheut. Kjo epoke në ndryshim sollimeve të nje nga mbrojtjet me të zgjuarat e historise. Një përzierje kimike ak sekrete sa formula, isa ju ham për gjithmone me renjen e perandorise. Ishte koha ke Bizantit e zbulonte armen e tish përfundimtare kunder flotave pushtuese. Një zjarr ke uji nuk mund të shuante. Një zjarr ke do të ndryshonte për gjithmone rjedhen e luftes detare dhe do të mbante, Konstantinopojente sigurt në oret e saj me të erreta. Skena ishte përgatitur për luften e madhe për mbigjetese, ku zgjuarësia dhe teknologjia do të ishin ndryshimi I vetëm midis jetës dhe vdekjes. Shekujt e 7 dhe 8 pas Krishtit ishin vitet me të erreta dhe me të rrezikshme për mbigjetesen e Bizantit. E raskapitur nga lufterat kunder perseve, perandoria u përball me një stuhike askush nuk e kishte parashikuar, zgjerimin islamik. Vetëm në pak dekada, ushtrite arabe, të shtira nga besimi I palekundur dhe taktikat superiore të kaloresise se lehte, I rembien asaj zoterimet me të qmuara të perandorise. Siria, Palestina dhe hambari I madh I Egyptit rane, Jerusalemi, kyteti I shenjte, tani ishte në duart e kalifatit. Perandoria, Roma ke lindore kishte kaluar, po tuaj se brenda nates, nga nje superfuki mes detare në një shtet të rrethuar ke luftonte per eksistencen e saj në malet e Anadolit. Në kete moment krize totale, lindi nevoja per reforma rëngjesore. Perandoria braktisi sistemin e vjetër provincial Romak dhe krigjoj temat. Keto ishin distrikte ushtarake ku ushtaret, nuk ishin vetëm luftetare, por edhe fermere ke mernin token e kembim të shërbimit të trasheguar ushtarak. Kagjoj legjoj perandorise të mbanten një forse mbrojtëse lokale pa u, ma mbështetur të mercenare të kushtueshem ose në një thesar kendror të varferuar. Që do të me ishte një kelize rezistence e gatshme për të luftuar pushtimet armike. Me gjithate, rrezikume I madh e goditi pikerisht në zemër të ti, Konstantinopojen. Në vitin 604 dhe perseri në vitin 707, flotat e kalifatit Umajad rrethuan qytetin. Rrethimi I dyte ishte masiv. Leresohet se mbi 200.000 burra dhe migjera anigje u perpoken të pushtonin kriekitetin. Bota e krishtere e mbajti frimen, nese Konstantinopoja binte. Portat e Evropes do të hapeshin për pushtimin islamik. Por Bizanti kishte një as në menge, një sekret shteteror të ruajtur në ndanimin me vdekje, zjarrin grek. Ishte një shpikje e një arkitekti dhe inxhinieri të kuajtur Kaliniku I Heliopolisit. Ishte një leng I ndeshem ke hidhaj përmes sifoneve prej bronzit të instaluara në skepate anigjeve bizantine të njohura si dromone. Ajo ke e bente zjarrin grek të etmershem ishte se nuk mund të shuhej nga uji. Në fakt, uji dukej se I frynte flaket. Anigjet arabe, të ndjertuara nga drurit dhe reshira, u bene pishtare lundrues në mestedetit. Ndikimi psikologjik ishte po ak I madh sa ai material. Flota pushtuese u shkaterua dhe të mbigjetuarit ke u perpoken të shpetonin nga toka u kapen nga njedimer balkanik gjashte zakonisht I ashper. Bizanti kishte shpetuar jo vetëm lekuren e vet, por ndoshta edhe të ardhmen e të gjithë qyteterimit evropian. Pavarësisht ke tyre fitoreve ushtarake. Perandoria u trondit nga një lufte e brendshme ke pothuajse e shkaterroi atë nga brenda. Ikonoklazma. Në vitin 726, Perandori Leo III, Isauri ndaloi nderimin e imagjeve fetare, ose ikonave. Ai argumentoi se disfatat e perandorise ishin ndeshkim haqnor per idhujtarine. Kjo shkaktoi një lufte civile shpirtërore ke zgjati per me shumë se një shekull. Nga ngjera ani, ikonoklastet shkateruan mozaike dhe piktura shekullore. Nga ana tjetër, ikonodulet, të udhëhekur kryesisht nga murgjit të grate, I fshehen imazet dhe u rebeluan kunder perandorit.
Ishte nje periudhes pastrimeve, persekutimeve dhe nje sargjegjet e thelle shokerore, që do besoj kohezionin e perandorise për valle armikve të saq të gjashtem. Ndërsa Bizanti po grindej për pikturat në muret e kishave të tij, diçka e paimagjinshme po ndodhte në perëndim. Papane Rome, duke u ngjërej pa mbrojtur nga perandoret bizantine dhe i ngopur me ikonoklazmen, vendosi të kërkonte një mbrojtës të ri. Ditën e krishtlindjeve në vitin 800, Papa kurorezoi Karlin e Madh, mbretin e Frankeve, si perandor të Romakeve. Per Konstantinopojen, kjo ishte fjergja përfundimtare. Per ta, kishte vetëm një perandor Romak, dhe ai gjetonte në Bosfor. Kjo ngjarje shënoi fillimin e ndarjes përfundimtare midis lindjes dhe perëndimit. Një plagje që nuk do të shërohej kurrë plotësisht. Per fat të mire, nga mesi i shekullit tenente, kriza e brendshme filloi të ketesohej. Perandoresha Theodora, duke vepruar si regjente, me në fund rivendosi nderimin e ikonave në vitin 843, duke i dhe në fund ikonoklazmes. Me paken fetare të rivendosur, perandoria filloi të përgjetonte nje rimekembje të gjashtezakonshme. Ekonomia lulezoi per seri fale trektise se mendafshit, nje sekret që murgjit bizantine e kishin vjedhur nga kina shekugjme pare duke fshehur fshikeza krimbi mendafshi në shkopinj bambugje. Kjo rilindje nuk ishte vetëm ekonomike, por edhe kulturore dhe ushtarake. Bizantinet e persosen diplomacine e tajrë, duke perdorur krishterimin, ortodoks si njem jetë ndikimi. Ata derguan velezerit Kiril dhe metodi për të ungjilezuar popujt slavet e veriut. Kirili krygjojnë gje alfabet, sirilik. Në mënyre që slavet të mund të leksonin shkrimet e shenjta. Në këtë mënyre, Bizanti gjo vetëm ke fitui të konvertuar, por edhe aliate strategjike që formuan një mburozhe kulturore kunder pushtimeve të tjera. Perandoria po ndryshonte. Nuk ishte me Roma e Cezareve pagane, por një shtet teokratik i sofistikuar dhe shume i burokratizuar. Intrigate e oborrit mbretero rubene legendare. Perdorimi i diplomacisë se mendafshit. Rishfeti strategjik të krygjimi, i njerë gjeti spionagji që shtrihej nga stepat ruse deri në shkretetirat arabe. U legjuan bizantineve të kompensonin mungesen e ushtareve. Pastaq pelkeni, abonoheni dhe shpërndagjeni. Në fund të shekullitin enti dinastia makedonase mori pushtetin, duke filluar një epoke të repushtimesh dhe lavdi ushtarake per perandorin e Bizantine. Ata kaluan nga mbrojtja në një sulm të pandalshem. Ringjallja e perandorise dhe e luftetareve të saq triumfues, të udha hekur nga një perandor, nofka e të ciliten dhe frimezon terror, ishte gati të riperkakton të harten e botes, me ngritjen e dinastise makedonase. Perandoria Bizantine hiri në epoken e saq të ditete arte. Nje periudhe, ringjallgje kulturore dhe zgjerimi ushtarake, i riktheu statusin e Konstantinopojes, si një superfuki e padiskutueshme. Ishte nje epoke perandore luftetare, burra që kalonin me shume kohe në fushen e betejës sesa në salat luksoze të palatit të madh. Perandoria pushoi se kenin një shtet mbrojtes dhe u bën një gravitkar territorial. Arkitekti kryesor i kësaj ringjalljeje ishte Bazili Drom, i njohur për brezat e ardhshëm me nofken, e frikshme, vrasesi i bulgareve. Mbretërimi i tij, i cili zgjati nga viti 936 deri në vitin 325 të erës sone. Ishte nga me të gjatet dhe me të sukseshëm në historinë romake. Bazili ishte ngjeri i repte, po tuaj se një murg ushtar, i cili persmonte luksin dhe gjetonte si trupat e tij. Objektivi i tagje kryesor ishte shkaterrimi i perandorisë së pare bulgare, e cila per dekada të rakishte kene një gjemb në kembe të Balkanit. Lufta kundër bulgarisë ishte brutale dhe sistematike. Pas betejës së Klaidionit në vitin 200, Basili dëbon arriti një fitore të plote. Thuhet se ai ka kapur rob 15,000 ushtare bulgare dhe. Në një akt mizorie të llogaritur që sinonte të thjente vullnetin e armikut, urdhëroi që nitnan nive nga çorosto burrat e verboheshin. Ai e la ushtarin e sundat e vetëm me ngjesi në mënyrë që të mund të udhahik të pjesën qeter perserit e mbreti i tij. Kurkar Samueli i Bulgarisë pa ushtrina e tij të shpërfituar të mberrinte. Thuhet se ai vdik nga një atak në zemër. Me këtë fitore, Basili kan e përfshiu të gjithë Balkanin në perandori, duke e zgjeruar kufirin deri në lumin Danub. Ndërkohë, në lindje, kufiqte po zgjeroheshin gjithashtu. Ushtrit e Bizantin rimoren kreten, Kipron dhe pëgjeset e Sirise dhe Armenise. Konstantinopoja ishte përseri kendra e botes. Pasuria rgjet të lirëshem. Thuhet se kur vdik Bazili Basaunda, Tesari perandorak ishte ak plot sake duhet të germoheshin, dhoma të regja për të ruajtur. 200,000 pond arke ai kishte grumbulluar. Keto para nuk ishin vetëm për lufte,
Ato financuan njering gjalgjete letërsi se dhe arteve këtani, e njohim si rilindja makedonase. Gjate kësaj periudhe, studiuesit bizantine ruajshten tekstet e grekise se lashte, Platoni, Aristoteli, Sofokliu, duke i kopjuar ato, ndërsa perendimit i mungonte shkrim leksimi i përhapur. Universiteti i Magnaures në Konstantinopoje funksiononte si një kender intelektuale globale, duke tërhekur studente ndërkombëtare. Megjithatë, mes këtij shkelkimi, tensionet fetare me perendimin arriten një pike këtese. Kisha e Romes dhe kisha e Konstantinopojes ishin ndare për çështje doktrinare, të tilla si klauzola filioque, dhe për luften për pushtet midis papes dhe patriarkut. Në vitin 1950, ndodhi skizma e madhe. Legatet e papes vendosen një bule shkishërimi në altarin e Shën Sofise, dhe patriarku u përgjigj duke bere të njështen gje. Ajo ke dukej si një qeter mosmarrëveshje teologjike u shënderrua në një ndargje të përhershme që ndau krishterimin në katolik dhe ortodoks. Një çargje që do të kishte pasoja katastrofike për mbrojtjen e përbashkët të krishterimit. Pas vdekjes së Bazilit II, perandoria raneduar të pasardesve me pak të afte, të cilet e shperdoruan tesarin për lux dhe e lane pas dore ushtrine. Aristokracia pronare tokash e Anadollit filloi të grumbullonte shumë pushtet, duke dobesuar sistemin e temave që kishin kene temeli i mbrojtjes bizantine, ndërsa kendra dobesohej, një kërcenim i riu shfaq në stepat e Azise kendrore. Turkit Selçuke. Selçuket ishin luftetare nomadet e konvertuar në islam, të cilet kërkonin tokate regja për të kullotur dhe plaçkitur. Në vitin të sauri satarin, perandori romak Ive Diogjeni u përpokte ndalte për parimin e tyre, por u tradhtua nga generalet e tijne betejen e Manzikërtit. Perandori u kap nga Sultan Alp Arslan, një ngjarje e papresedente që shkaktoi tronditjen e të gjithë boten e njohur. Manzikert nuk ishte vetëm një disfate ushtarake. Ishte fillimi i fundit për Anadolin Bizantin. Me hamgjen e Anadollit, perandoria hambi burimin e saq kryesor të ushtareve, kuajve dhe ushkimit. Fiset turke filluan të vendoseshin në zemër të territorit perandorak, duke themeluar sultanatin e Rumit. Bizanti u plagos rende, i reduktuar në territoret e tij evropiane dhe në brezat bregdetaret e Azise se vogel. Në një akt dëshperimi, perandori i ri, Aleksi i Komneni, i dërgoi një letër papes Urban II duke i kërkuar mercenareve perendimore të ndihmonin në rikuperimin e tokave të humbura. Aleksi priste disa kindra kalores profesioniste të cilet mund t'i kontrollonte. Ajo che mori ishte diçka që do të ndryshonte historinë për gjithmonë. Krikezata e pare, mizera luftetare, fshatare dhe fisnike nga e gjithë, Evropa marshuan drejt, Konstantinopojes, Nentirgjen e do Zoti. Ardhja e këtyre ushtrive latine ishte një përplasje masive kulturore. Bizantinet i shihnin kryktaret si barbare të pakulturuar dhe të dunshem. Kryktaret i shihnin bizantinet si femerore, të pabesede heretike. Shekulli i dymbedjete i ere sone filloi me një iluzion stabiliteti në dinastine Komnen, por përfundoi duke kene preludi i katastrofes, me te madhe që do të pesonte ndonjë herë kriekiteti. Edhe pse perandore si Manuel i Komneni u përpokente ruanin fasaden e nje superfukje. Perandoria ishte e raskapitur. Varesja nga mercenaret e huaj dhe flotat e qyteteve italiane, si Venediku dhe Genova, filloi të minonte sovranitetin bizantin. Venedikasit, në veçanti, kishin marrë privilegje kaq të gjera tregtare sake praktikisht kontrollonin ekonomine e perandorise nga portet e Konstantinopojes. Tensionet midis banoreve vendas, të njohur si greke dhe banoreve perendimore, të kuajshtur latine, shpertjen në vitan Elson Ohosëndu. Një turme e zemeruar në Konstantinopoje masakroi migjera latine, duke shkaterruar lagje të tëra. Kjo ngjarje nëksiti urrejtje të thelle në perendim, veçanërisht në Venedik, i cili u betua për hakmarrje. Mundesja për atë hakmarrje do të vinte në mënyrën me të papritur. Krikezata e katërt. Në vitin të vorson dhe dua, një ekspedite e re krikezate umblod në Venedik me kellim sulmin ndaj Egjiptit. Megjithatë, kryktareve u mungonin fondet e mjaftueshme për të paguar transportin me anigjet veneciane. Dozi i zgjuar dhe i moshuar i Venedikut, Enrico Dandolo, i cili ishte i verber, por zoteronte një mprehtesi politike të pamëshirshme, e devigjoi krikezaten për kellimet e tij. Një pretendent për fronin bizantin, Alexius IV Angelus, u premtoi kryktareve shuma astronomike aride në nshtrimin e kishes ortodokse ndaj Romes nëse ata e ndihmonin të rifitonte fronin. Kryktaret pranuan dhe mberriten të muret e Konstantinopojes në vitin 203. Ata arriten të vendosnin në fron Aleksin Hu,
por perandori i rishpejt e kuptoi se arkat e shtetit ishin bosh dhe nuk mund të paguante atë që ishte premtuar. Populli bizantin, i indingjuar nga prania e barbareve nga perendimi, u rebelua dhe vrau pretendentin. Paparate e premtuara dhe të blokuar 6 mureve, kriktaret dhe venesianet vendosen të mernin kujtetin me forse. Me 3 pril blosno 4, ndodhi e pajmagjinueshmja. Muret kue u kishin rezistuar perseve, avareve dhe arabeve per 800 vjet u shkaterruan. Per herete pare në histori, Konstantinopoja u plaskit nga një ushtri armike, dhe nuk ishin muslimanet. Por veleserit e tyre të supozuar të krishtere, ajo ke pasoi ishin traditet me rrita plote, kriktaret dogjen biblioteka shekullore, perdhosen altarin, ishen sofise dhe vodhen reliket me të shenjtat e krishterimit. Statujat prej ari dhe bronzi, përfshire kuasht e famshem kë tani zbukurojnë sheshin, e shen markut në Venetia, u rembjen nga kyteti. Në vitin plothmosot të sesediun, forkat e Nikeas, nen komanden e Mikael Oktavi paleologut, arriten të rimarrin Konstantinopojen po të huaj se rastesisht, duke gjetur një portet e ruajshtur dobet. Gezimi i kthimit në shtepi ishte i hidhur dhe i embel. Perandori gjeti një kytet në Renogja, të shpopuluar dhe me kishat e zveshura nga lavdia e tire e me parshme. Mikael Oktavi themeloj dinastine paleolog, e fundit ke sundoj Bizantin, por perandoria kë a i trashegoj ishte vetem një higje, e vetes se me parshme. Tani ishte pak me shume se një shtet i vogel rajonal, i rrethuar nga armik dhe me një ekonomi të shkateruar. Ndërsa Bizantinet përpikeshin të rindertonin krije kytetin e tyre, në lindje u shfak një kerqenim iri dhe vendimtar. Turkit Osmane, ndryshe nga pushtuesit e me parshem, Osmanet ishin të organizuar, zoteronin një administrate efikase dhe kishin një zel të riperterire ushtarak. Gradualisht, ata pushtuan. Zoterimet e fundit Bizantin në Anadol dhe përfundimisht kaluan në Evrope, duke rrethuar Konstantinopojen. Nga mesi i shekullit të katërmbëdhjetë, perandoria ishte reduktuar në thelb, në vete kytetin e Konstantinopojes. Disa territore në Greki dhe disa i shuq në detinegje. Territori Bizantin ishte bere një enklave brenda perandorise, Osmane në zgjerim. Perandoret u detiruan të beheshin vasalet të sultaneve turk, duke paguar harash dhe duke dërguar ushtare për të luftuar në lufterat e armikve të tyre. Pavaresisht agonise politike, kjo periudhe e fundit dëshmojnë gjelu lezim të habitshëm kulturor të njohur si rilindja e paleologeve. Filozofet, teologet dhe artistet bizantine produan vepra me të lesit e gjashtezakonshme intelektuale. Megjithatë, kjo shkelkim ishte si drita e një illi kë tashme ishte shuar. Shume intelektuale bizantine filuan të emigronin në Itali, duke shjele me vete doresh krimet e lashta nga Grekia klasike. Gjor jedhe e mencurise greke drejt perendimit ishte nga shkendigjat kë do të ndeste rilindjen italiane, duke i legjuar kulturës bizantine të mbigjeton të renjen e shtetit. Keshtu arrajme në mesin e shekullit të 15. Sultani Osman Mehmeti II, një i ri ambicios dhe i kulturuar, u angjit në fron me një obsesion të vetem, të pushton të kytetin e dashirave të botes. Ndërkohë, perandori i fundit Bizantin, Konstantini Onons të paleologu, edinte se fundi ishte afer. Atij i mungon të një ushtri e mjaftueshme. Fondet dhe mbështetja e vërtete e një Evrope të ndare. Kambanat e shen sofise se shpeshti do të bjenin për heret të fundit. Muri i madh Theodosian, i cili kishte mbrojtur kyteterimin Romak për një migjevjecar, du të përbalej me një teknologi kë do të ndryshonte për gjithmon e luften. Skena ishte përgatitur për aktin e fundit të Romes se lashte. Në vitin 451, Sultani i ri Osman Mehmeti II u ngjit në fron me një obsesion të vetem, të pushtonte kytetin e dashires. Konstantinopoja ishte tani një enklave e varfer e krishtere, me mezi 15 banore që jetonin pas mureve të saj të lashta. Perandori i fundit, Konstantini Endon paleologu, u përgatit për një mbrojtje të dëshperuar me vetëm 7.000 ushtare kunder një ushtrie prej 80.000 lufteataresh osmane. Mehmeti solli me vete një teknologi kë do të ndryshon të historine, artillerine e rende. Topik gjigant i njohur si bazilika, 8 metra i gjate, filo i të godiste muret Theodosiane me 6 pril 473. Per Jave të tera, zhurma e barutit paralajmeroi fundin e epokes se keshqeles. Bizantinet rezistuan me guksim mbingerezor, duke riparuar qargjet në mbresherine e predhave. Ndërsa flota turke arriti të rretonte kytetin duke transportuar anigje në rrugë tokesore për të anashkaluar zinkshirin e bririt të arte. Natën e 28 magjit, në Shen Sofi u kremtua liturgia e fundit.
Te Kristeret e të gjitha fraksioneve u luten së bashku, duke e ditur se fundi ishte i pashmangshëm. Në agim të 29 magjit 1453, nisi sulmi i fundit. Pas oresh luftimesh të përgjakshme, Janiceret arriten të hinin në për një porte të vogël, të ruajtur dobet. Perandori Konstantin onose, duke pare se gjithë çka ishte humbur. Hoki uniformen e tej perandora që dheu hodne betegje si ushtari zakonshëm, duke u zhdukur për gjithmonë nga historia. Me rënien e qytetit, perandoria romake lindore mori fund pas Indaf son të 23 vjetesh. Mehmeti Dëndu e shënderoj shenë sofin e në egzamit e qyteti u be zemra e perandorise Osmane. Megjithatë, Bizanti nuk vëdik plotësisht. Digjetaret që iken në Itali moren me vete dore shkrimet greke që do të ndeznin rilingjen. Perandoria që mbrojti kulturën klasike dhe ligjin romak gjatë epokave të erreta langje e trashëgimit të këndrueshme që ende për kakton qytetërimin modern. Me pas beni like, subscribe dhe share. Deri në qetren.